sindikatat, keq me mediat, keq me zërin kritik, keq me opinionin publik, keq me faktorin ndërkombëtar. Mendoj që shkaku i kësaj krize dhe i kësaj situate që tash u akumulu edhe kemi ardhur me një, si me thonë, me një fryrje të madhe të këtij baloni që do të me pelcit një ditë, me dhimbje tham është shkaktar vetë lëvizjeve të vendosur për shkak që nuk ka arrit me kriju një farë standardet për të cilën i ka pas gjitha mundësit. Pra, lëvizjeve të vendosur me ardhen pushtet 2021 me gjithat numër të madh të votave të e kam thonë përsëris për opinionin se kur u kriju një farë gogoli se kemi naj ambivalencë ose kemi naj natim ndaj lëvizjeve të vendosur. Ne jemi njerëz dhe mujmi pas shqetësimet tona në raport me tash me një organizatë për cilën këgja kam rrugtu bashkë me ta, po pse është fajtore për arsye se ka pas shumicën parlamentare, ka pas qeverinë vet, ka pas numrat vet në një momentum kur edhe qytetarët për shkak që kanë prit ndryshim nuk kanë pas kërkesa të mëdha në raport me qeverisjen. Po ju siç e dini me krijimin e institucioneve 2021 televizjave të vendosur krijoi polarizim me secilin institucion edhe organizatë media këtij vendi. Domethënë pa shkas. Keq me sindikatat, keq me mediat, keq me zërin kritik, keq me opinionin publik, keq me faktorin ndërkombëtar, edhe kjo ka akumulu këtë gjendje për cilën me të vërtetë ky viti 2025 ka qenë shumë barë e rëndë për qytetarët, përveç ngërçit ju e peshin edhe lëvizjen e çmimeve, tash jeni në ngërç politik, ju e shihni që kemi krizë të buxhetit përveç krizës institucionale edhe llogarit rasim ti edhe secili qytetar i këtij vendi me pagat që i merr, sot vështirë ka me ia dal. Po llogarit nëse një muaj nuk e ke pagën e gjërë llogari edhe shes se çfarë problemi mundet me kriju secili qytetar. Edhe kjo çështje financiare në familjet tona gjithmonë është një farë hallke zinxhirore. Për arsye se ti ke me pagu fakturën, i shkakton dëm atij që s'ia pagun fakturën, i shkakton dëm atij që s'ia pagun kreditin, i shkakton dëm atij që ja ke marrë një hazim, domethënë është një farë hallke zinxhirore që në fundit secili qytetar i këtij vendi pa dallim politik ka me përjetu këtë farë krize që po del që siç po shihet edhe me deklarimin edhe të partive politike opozitare, po edhe me çastin që ka kriju lëvizjeve të vendosje, po duket që është e pashmangshme.